Rahmetullahi wa barakatuh. Shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit Pendimi, mirë se erdhët në edicionin e sonshëm të emisionit Drita e së Vërtetës, drejt për së drejti këtu nga studio qendrore e radio televizionit Pendimi në Prishtinë. Ju përshëndes unë drejtuesi i programit Arni Lugiçi që do të jem në shoqëri me ju e së bashku, siç keni qenë të njoftuar, do të jemi edhe në këtë edicion të sotëm me hoxhën e nderuar Allah Fadil Muslion. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa Të dashur shikues, të nderuar dëgjues të radio televizionit Pendimi, në edicionin e sonshëm si zakonisht siç e do rendi dhe jemi duke qenë se jemi në prag të Ramazanit, i bekuar të Ramazanit, do të flasim si temë të parë dispozitat e agjerimit, të dispozitat dhe rregullat e agjerimit të Ramazanit. Prandaj për këtë temë në pjesën e parë të programit do të ligjeroj hoxhë Fadil Musliu, më pas do të vazhdojmë bashkë se në pjesën e dytë të programit të sotëm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun e madhëruar, vetëm atë e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për pejgamberin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe ngado që po na ndiqni këto momente, këto çaste, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra, siç e dim të gjithë dhe siç po e vrejmë, Ramazani është shumë afër, jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit dhe thonë të drejtën atmosfera e Ramazanit po na përcjell në për shtëpitë tona, në për lagjet tona, në për xhamitë tona, në për vendet tona, në për bisedat ndaja tona. Dhe është tema më e përfolur apo tema që më shumë ti po diskutohet rreth saj është muaji i bekuar i Ramazanit dhe ja vlen shumë që të miremi me këtë muaj të bekuar. E me qenë se jemi pak para muajit të bekuar të Ramazanit, është shumë normale që disa rregulla, disa dispozita të cilat lidhen ekskluzivisht me agjerimin e muajit të bekuar Ramazan na duhen dhe ato rregulla, ato dispozita duhet edhe t'i dim të gjithë, sepse mundet njeriu t'i ketë harruar prej vitit kaluar rregullat apo dispozitat e agjerimit, mundet njeriu që t'i pështjell pak ato rregullat apo dispozitat e agjerimit me dispozita tjera, e ka dhe ata tillë që si vjet janë për herë të parë në mesin apo në karavanin e agjeruesve. Dhe normal nëse është për herë të parë, normal që nuk i din rregullat apo dispozitat e agjerimit. Agjerimi përmendet në Kur'an me emrin Es-Saum dhe agjerimi ka për qëllim apo agjerimi është vetë përmbajtja apo abstenimi apo largimi i ushqimit, i pijeve dhe i marrëdhënieve intime për ata që janë të martuar nga koha e syfyrit deri në kohën e iftarit. Pra duhet me u përmbajt besimtarit, duhet me u ndal, duhet me abstenue nga ushqimi, pijet dhe kontakti intim gjatë ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit apo gjatë kohës kur ai është agjeruar shumë edhe jashtë Ramazanit. Dhe sigurisht se nëse largohemi nga çdo gjë që e prish agjerimin, edhe kemi bën jetë me agjerue ditën e nesërme, atëherë prej pas kohës së syfyrit deri në iftar konsiderohemi se jemi
duke agjeruar, konsiderohemi se jemi agjerues. Dhe agjerimi është obligim për çdo besimtar edhe besimtare prej moshës pubertetit edhe deri në pleqërinë e shtyrë, apo disa edhe vdesin duke agjeruar, edhe pse janë në pleqërinë e shtyrë ata edhe mund të agjerojnë. Agjerimi është obligim dhe ky obligim ka ardhur në Kur'an, ku Allahu te bareke ve taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, o është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ka qenë obligim për ata që kanë qenë para jush, do të thonë për popujt, për umetet tjera që kanë qenë para umetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, me një qëllim. Allah thotë la'allakum tattaqun, me një qëllim që të bëheni më të devotshëm, pra me shpresë se do të bëheni më të mirë, do të bëheni çka më të përpikt në zbatimin e urdhave të Allahut te bareke ve taala. Dhe besimtari musliman, çdo urdhën që vjen i Allahut në Kur'an mundohet atë në përpikri ta zbaton apo ta kryej ta çon vend. Urdhni për agjerim ka ardhur në Kur'an, pastaj ka ardhur edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë buni al-islamu ala khamsin, Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. E para për tyre shahadeti, e dyta për tyre namazi, e treta zakati, e katërta agjerimi, e pesta haxhi. Që do të thotë është shtyllë për shtyllave kryesore, apo shtyllë për shtyllave fundamentale të fesë islame. Po ashtu agjerimi është një farz, një obligim për të cilin ka unanimitet, apo për të cilin ka pajtueshmëri tek të gjithë dietarët islam, kudo që janë, prej kohës së gjeneratave të arta deri sot, deri në ditën e gjykimit, ka unanimitet apo ka pajtueshmëri se agjerimi është farz, agjerimi është obligim. Dhe një prej rregullave apo dispozitave të agjerimit janë edhe kushtet e vlefshmërisë së agjerimit. Pra, për me qenë agjerimi i vlefshëm, duhet plotësuar 3 kushte. E para prej kushteve që duhet plotësuar për të qenë agjerimi i vlefshëm tek Allahu Teala është njeti. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë me bo njet me zemër në natën e parë, në kohën e syfyrit, se kemi agjeruar ditën e nesërme dhe kemi agjeruar të Ramazanin. E pastaj ky njet përsëritet çdo natë në kohën e syfyrit. Në kohën e syfyrit. Sepse Allahu e din më mirë se ne, por edhe ne duhet ja kujtojmë vetes se jemi zgjuar me hangër syfyr, edhe çka me agjeruar ditën e sotit. E kështu e bëjmë njet me zemrat tona. Dhe kush harron për shembull, han edhe pin, po si bie ndërmend që ka me agjeruar. Kush harron në kohën e syfyrit, kur të zgjohet në ora 7-8 me shku në punë apo në shkollë, çka e bën prap njetin me zemër. Ka kohë me bën njetin deri kur të arrin dielli në zenit. Të arrin domethënë në atë pikën e mesit që është pak para kohës së drekës. E nëse deri para kohës së drekës e ke bën njetin me zemër se ki me agjeruar atë ditë, në rregull. Nëse ma vonë ka kaluar, pastaj e ditë nuk vlen, nuk i plotson kushtet, nuk është e vlefshme tek Allahu te bareke ve taala. E dyta nga kushtet e vlefshmërisë është me u largue nga të gjitha ato gjana, të cilat e prishin agjerimin që nga mëngjesi i hershëm, agimi i hershëm, deri në prendim të diellit. Cilat gjana e prishin, tash do të flasim inshallah taala, se është edhe kjo një prej dispozitave të fesë. Kushti i vlefshmërisë së agjerimit është që femra të mos jetë në kohën e ciklit menstrual, të mos jetë domethënë në kohën e të përmuajshmeve dhe të mos jetë në kohën e lehonisë. Këto janë 3 kushtet e vlefshmërisë së agjerimit. Ndërsa ai i cili dëshiron
që të agjeroj, edhe ai duhet të plotson disa kushte që quhen kushtet e agjeruesit, Ai që dëshiron të agjeron, kushtin e parë që duhet plotësuar është të jetë musliman. Po nëse agjeron një krishterë, apo një hebrej, një jehudi, apo një agnostik, apo një tjetër, a pranohet tek Zoti? Jo, nuk pranohet. Sepse për të agjeruar do të plotësuar kushtin e parë me qenë çka? Besimtar musliman, me qenë musliman. Kushti i dytë, ai që agjeron duhet të jetë i mençur, duhet të jetë i shëndosh mentalisht, i shëndosh psikikisht, sepse ai që është i çmendur nuk e ka për obligim agjerimin. Ai që është i çmendur nuk e ka obligim agjerimin. Kushti tjetër për agjeruesit është të jetë në moshën madhore. Pra agjeruesi e ka obligim që të agjeroj Ramazanin nga mosha madhore që quajmë ne faza e pjekurisë apo pubertetit. Dhe të mashkull kur të paraqiten shenjat e para të pubertetit fillon me agjerimin obligativ, se mundet me fillu dhe më herët, por nuk e ka obligim. Ndërsa tek femrat kur të paraqitet për herë të parë cikli menstrual apo menstruacionet, ato e kanë obligim për të agjeruar. Këtu është një pyetje dhe shumë normale me bë, a e kanë për obligim apo jo. Kështu kisha me formulue. A bën me agjeru fëmijët? Përgjigjja është po, fëmijët bën me agjeru dhe do të me nxit me agjeru, por nuk e kanë obligim. Por është i pranueshëm. Po, është i pranueshëm tek Zoti, mirë po çka nuk e kanë obligim fëmijët. Fëmijët nuk e kanë obligim. Kështu që leni fëmijët agjerojnë. Sa të mujnë? 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë. Gjysmë dite. Po do fëmija me agjerojnë deri në 12, po thuin rregull është. Deri në ora 14, deri në ora 16, deri pak para iftarit, s'është kurfar probleme. Po leni edhe ushtroni fëmijët me agjerim. Këto janë kushtet e agjeruesit. Tash kemi një dispozit tjetër, sunetet e agjeruesit. E para, ai që agjeron është e preferuar, është e pëlqyer, është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasallam me udhëzuar në syfër. Me hangër me pi, mos me teprua edhe me bën jetën me zemër. Po nuk po du me hangër me pi, zgjoh prapë në syfër. Çka me bë? Haj një 3 hurma, një 5 hurma, pjeni një gotë ujë, ose pjeni gotë me lëng të mollë, sa ku e di në çfarë e pinti, ose nuk po du me hangër hurma veç me ujë, s'është problem. Po da po du edhe diçka tjetër, nuk është problem. Me rëndësi diçka pra, me shtin gojë. Sepse kjo është një ushqim, sa do i vogël edhe një hurme nësë është një ushqim çka i begat, i bereqetshëm. Për ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë të seharu, fa inna suhura baraka. Praktikojeni syfyrin, pra bëni syfyr, sepse syfyri është bereqet. Dhe ka thonë të seharu, walau bi shaqqi tamra, bëni syfyr, apo hani syfyr qoftë me një gjysë hurme. Edhe një gjysë hurme, s'po dënë ma shumë, haja një gjysë hurme dhe kryet ma abet. E dyta, e para, prej suneteve të agjerimit, është me ngrit në syfyr. E dyta, me nxitue iftarin, që do të thotë nxitimi për të bërë iftar. Me ngut, me bo iftar. Sepse dikush vjen koha, e shef në telefon, e shef në televizor, e shef orën, thë ka dalë të shtim pak 1 minutë. Ti jena ma të sigurt. Jo më revlo, si të hin. Për shembull nëse mot me minuta, sekonda, vjen 0040 aty, bismillah, hurmen, ujt edhe bën iftar. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Njerëzit janë mirësi të mëdha duke jetuar, derisa të ngusin iftarin, pra derisa të nxitojnë për me bo iftar. E treta, prej suneteve të agjerimit është me bo doa në kohën e iftarit. Pak para se me bo iftar. Me bo doa me lut. Ka doa të ndryshme që lutet njeriu,
Por një prej duave që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse për transmetimin e këtij hadithit kanë folë disa prej dietarëve islam, është duaja lutja Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftart. Që do të thotë Allah, unë për ty agjerova, edhe ty të besaj, me bindje të plot, edhe me rizqun tënë, çka po bëj iftar. E kjo është pak para se të bëjmë iftar. Pastaj kur të qelim iftari, kur të bëjmë iftar, me hurme dhe me ujë, kështu është mas miri, atëherë doja që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, masi është freskue lukthja apo organizmi tina, ka thonë ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Kaloj etja, u lagën venat, u freskun venat, edhe çka u arrit shpërblimi nëse don Allahu Teala, nëse don Allahu i madhruar. Prej suneteve që i ka praktiku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është që iftarit të bëhet me hurma. Me një hurm, apo me 3 hurme, apo me 5 hurme, apo me 7 hurme, apo me 9 hurme. Sepse kështu e ka preferuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thonë se inna Allaha witrun wa yuhibbul witr. Allahu është tek dhe e don tekun. Allahu është tek dhe e don tekun. E katërta, e pesta prej suneteve të agjerusit apo të agjerimit është që agjerusi çka masi të hanë të bën iftar, të ngrihet me fal namazin e akshamit. Pastaj çka? Të kthehet në sofrën e ushqimit për me hongër darkë. Se ajo që e prishëm fillim, ajo quhet iftari. Kjo e dyta, supa, gjella, brumra, të mbërësinat, kjo darka. Po jo me ngarku shumë. Pse se është sunet, masi të kryhet ushqimi, me u përkatit me shku në xhami me falë. Kanë namazin e teravive. Namazin e teravive falet vetëm në muajin e bekuar, në muajin e Ramazanit. Tjetër prej suneteve është që gjatë këtij muaji të bekuar, duke qenë agjerueshëm, me dhonë sa më shpesh edhe sa më shumë sadaka. Sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, afdalu sadaka sadaqatun fi Ramadan. Sadakaja më mirë është ajo sadakaja që jepet kur në muajin e bekuar të Ramazanit. Sadakaja më e mirë është ajo që jepet në muajin e bekuar të Ramazanit. Tjetër prej suneteve të agjerimit apo gjatë kohës agjerimit është me shtue adhurimet, ibadetet, me i bo ato të lloj-llojshme edhe të shumë fishta, edhe sidomos në 10 e funit, në 10 e funit të muajit të bekuar të Ramazanit. Tjetër prej suneteve është me shtru iftar. I dhon iftar kujt atyne që kimat të afërmit. Atyre që kimat të afërmit, duke filluar nga rrethi i ngushtë i familjes, pastaj rrethi i gjerë, pastaj fëmijët, xhamati e kështu me radhë. Jepni iftar, sepse ai që jep iftar e ka shpërblimin e vet që ka agjeruar, për ka dhe shpërblimin e atyre që kanë agjeruar e ky ju ka dhënë iftar. Duke mos ju mungua agjeruesve asgjë nga shpërblimet për agjerimin e tyre. Edhe ata fitojnë shpërblime sevape, edhe ti që ke dhënë dhe me shpërblimin e tyre, të dy palë këtu dalin çka fitimtar. Këto e disa nga sunetet që i kanë përmend dietarët islam. Pastaj kemi një dispozit, një rregull tjetër, kush janë ata që lirohen nga agjerimi. Personat që lirohen nga agjerimi janë 2 llojesh. Lloji i parë, ata që lirohen tërësisht nga agjerimi, ata se kanë obligim kur me agjeru. Lirohen tërësisht. Këtu janë 2 kategori. Kategoria e parë, ata të cilët janë të vjetër në mosh, janë pleq, edhe plaka të shtyrë në mosh, që pleqëria e tyre i ka lodh ata. I ka lodh, i ka raskapit, i ka dërmua, dhe ata nuk mund agjerojnë, se përballon organizmi, dhe janë shumë moshën e shtyrë. Këta lirohen tërësisht nga agjerimi. Çka do të më i thonë ati? Plakut ose plakës, nuk e ke për obligim agjerimin, mirë po, e ke obligim me bë kompensimin, shpagimin, kefaretin,
Qysh e bën? Duke ushqyer një të varfër. Këtë vit, sipas parashikimeve që janë bë, edhe lajmërimet që janë bë, do të jenë 29 ditë. Ai që s'ka agjëruar 29 ditë do të më ushqyet 29 të varfër, me ushqim mesatar, që ka standardet. Pra kjo kategori lirohen tërësisht. Kategoria tjetër që lirohen tërësisht janë ata të cilët janë të smur me smundje të rënda kronike të cilat nuk largohen asnjëherë. Dhe nëse agjërojnë, përkeqësohet gjendja e tyre. Dhe mas Ramazanit, pas Ramazanit, gjendja e tyre s'përmirësohet prapë që me agjërua. Atë nëse s'përmirësohet as në Ramazan, as pa Ramazan, dhe vazhdimsi kanë shqetësime, probleme, edhe këta lirohen tërësisht, po edhe këta e bojnë çka shpagimin, pra bojnë atë kompensimin me ushqim ditor. Këto janë dy kategori që lirohen tërësisht. Ndërsa do të jemi kujdesshëm, janë kategori tjera që lirohen përkohësisht, lirohen nga agjerimi përkohësisht. Përkohësisht nuk e kanë bërç me agjeru, a më ma vonë e kanë bërç. Te ne është një problem i madh. Për shembull, njëri është pak i smur, edhe thot aty para antarët familjes, apo para kolegëve, para shokëve, jam kështu i smur me një grip tron. Çka i thojnë? Ati se ki bërç me agjeru. Jo ti e ki bërç me agjeru. Po tash disa ditë derisa ta kalojsh këtë smundjen, çka lirohesh për kohësisht. Lirohesh për kohësisht. Pra, kush janë personat që lirohen për kohësisht? I pari, i smuri që e ka një smundje, që nëse ky agjeron gjatë kohës së smundjet i përkeqësohet gjendja, i prishet gjendja. Ky nuk agjeron, por lirohet për kohësisht deri kur ta kalon smundjen. Edhe fillon pastaj me agjerua, pastaj pas Ramazanit i kompenson ditët e mbetura 1 me 1. Nëse ka ikë një ditë, e kompenson një ditë. 3 ditë, i kompenson 3 ditë. 5 ditë, i kompenson 5 ditë. Po 1 me 1. I dyti që lirohet përkohësisht është një besimtar musliman, apo besimtare që udhton, është në udhtim, dhe në udhtimin e tij ka vështirësi, ka mundime, ka lodhje, ka raskapitje. Këtë rast është më mirë me hangër edhe me pi. Në udhtim. Po, edhe këtina nuk i thuhet se ki bësh me udhtu se je udhtar. I thuhet ti ki bësh me udhtu, po lirohesh përkohësisht derisa të kthehesh prej udhtimit, ose derisa të arrish atje në atë vendin e caktuar apo në destinacionin tënd. Për ta bërë një ndërhyrje. Po. Është e lejueshme, nëse thjesht mundesh ta agjerosh, për shkak se edhe udhëtar, por mundesh ta agjerosh. Ka ndonjë problem nëse agjeron? Po e zëm ke marrë një rrugë dikun 300 km, 500 km, 600, që ndoshta është nuk që kryet më rëndë. Nuk është patjetër me kilometra, po këtu lidhet kështu. Nëse udhton dhe gjatë udhtimit, sado qoftë, i shkurt apo i gjatë, po konsiderohesh udhtar dhe nuk ke vështirësi. Nuk ke vështirësi, është më mirë me agjerua. Nëse udhton, po marr parasysh 100 km, 1000 km, 2-3000. Nëse udhton, po ke vështirësi, më mirë është me hangër me pi. Po, do të thonë, udhton 2 orë apo 3 orë me avion, apo ta diun apo 2-3 orë me kerr, dhe nuk ke vështirësi. Allah thotë wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Të agjeroni është më mirë për ju nëse e dini, nëse e kuptoni. Kur nuk ke vështirësi. Kur ke vështirësi mundime lodhje, atëherë është më mirë çka mos me agjeru me hangër edhe me pi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë lejse min al-birri as-siyamu fi safar. Nuk është prej bamirësisë, prej punëve të mira me agjeru kur je udhëtar. Është fjala kur je udhëtar dhe ke vështirësi, kur ke lodhje, raskapitje. Kështu do të thonë do të më vepruaj. Por edhe kjo kompenzon. Po. Dhe gjatë udhëtimit në 2-3 ku e diun sa ke vështirësi, nuk agjeron, pastaj kur të kthehesh ose kur shkosh në vendin e caktuar, fillon me agjerua, këto 2-3 ditë, 4-5 ditë, pas Bajramit i kompenson 1 me 1. Personi i tretë që lirohet nga agjerimi janë nanat shtatzana dhe nanat gjithënëse. Nanat shtatzana dhe nanat gjithënëse. Çdo grua besimtare muslimane që është shtatzan e ka për obligim që të fillon ditën e parë me agjeru. Nëse e kalon mirë, e vazhdon ditën e 2-3 e kështu me radhë. Nëse nuk e kalon, ka vështirësi, ka mundime, e ndërpren. Dhe nuk i thuhet se ki obligim me agjeru, i thuhet
E ke obligim me agjeru, por lirohesh përkohësisht. Deri kur? Deri kur ta kryesh 7 zënin. Po ashtu lirohen përkohësisht nga agjerimi dhe nanat gjithanse. Ajo ditën e parë duhet me uzgjua, me i dhonë vajzës apo djalit, me i dhonë gjinin, edhe nëse ka gjitë mjaftueshëm vazhdon agjeron ditën e dytë e tretë. Po nëse nuk ka prej ditës parë. Dhe fëmia po çon dhe nana e din kur ka me pisa do të dhe kur ka mungesë. Dhe nëse e vren që nuk po ngopet, edhe fëmia po çon, atëherë e prish dhe lirohet përkohësisht deri kur? Deri kur ta kryen gjithdhanjen. Për shembull 5-6 muaj edhe 3-4 muaj, 1 vjet e kryen, pastaj çka i kompenson ditët 1 me 1. Lirohet nga agjerimi përkohësisht një punëtor i cili punon punë të rana fizike dhe nuk mundet me ikë asaj pune. Nuk e lejon kompania, firma ku punon, atëra nëse mbështetet për muri dhe nuk mundet me qëndru, lejohet me hangër dhe me pi derisa t'i lehtësohet puna apo derisa ta ndron vendin e punës apo diçka të ngjashme. Në 6 lirohet përkohësisht ushtari që është në betejë, në fushë betejës që është në front. Derisa të kryhet lufta, lejohet me hangër edhe me pi. Këto janë pra disa kategori të cilat lirohen përkohësisht. Tash një prej dispozitave është çka e prish agjerimin. Ushqimet edhe pijet e prishin agjerimin. E dyta, marrëdhëniet intime. Prej pas kohës së fyrit deri para iftarit e prishin agjerimin. Marrëdhëniet intime e prishin agjerimin. Tjetra e treta e prish agjerimin ejakulimi me dëshirë. Do të thotë çuni djali apo vajza e stimulojnë veten apo organin e tyre gjenital edhe vjen deri te dalja e spermës, atëherë ky quhet ejakulim me dëshirë, me vetë dëshirë. Arritja e kënaqësisë me dëshirë. Në këtë rast prishet agjerimi dhe duhet me agjeruar një ditë, para ditë do të me u pendu tek Zoti pse ka prish agjerimin, edhe duhet sa më shpejt me kompensue pas festës së Fitr Bajramit. E katërta që prish agjerimin është çdo gjë që zën vendin apo që ka domethënien e ushqimit, që e zaventson ushqimin. Për shembull, infuzionet ushqyese që kanë ushqim brenda. E prishin agjerimin, pse se ato e ushqejnë. Mirë po injekcionet qetësuese që i qetësojnë dhimbjet. Dhe njeriu ka dhimbje dhe merr injekcione dhe injekcionet e qetësojnë trupin e besimtarit. E prishin? Jo, nuk e prishin, se ato se kanë ushqye. As nuk i kanë dhënë me ngran, as i kanë dhënë me pi. Po çka? E kanë qetësu dhimbjen edhe si të këtilla ato nuk e prishin. E pesta, vjellja me qëllim, me plot gojë. E shtyn gishtin apo e nxit vjellën edhe vjell me plot gojën, prishet agjerimi. Ndërsa vjellja pa qëllim nuk e prish agjerimin. Edhe nëse është, domethënë sasi pa qëllim nuk e prish. Okay. 6 dalja apo paraqitja e ciklit menstrual, domethënë dalja e gjakut menstruacioneve e prish. Para dite, mas dite kur do që paraqiten pikat e para të menstruacionit e prishin agjerimin. Po ashtu edhe lehonia. Çka do thotë kjo? Gruaja që është shtatzon, është duke agjeru, por fillojnë me rrjedh ujrat, edhe çka del foshnja, edhe pastaj pastrohet mitra e nanës, derisa është e lehon, edhe lehonia e prish agjerimin. Këto janë rregullat se çka e prishin agjerimin. Me këto rregulla edhe po e përfundojmë, sepse kemi përmend ato ma kryesore që na duhen, po nëse ka pyetje rreth kësaj tematike dhe besoj që ka mjaft, atëherë në pjesën e dytë pyetje përgjigje vazhdojmë pyetjet rreth dispozitave, rreth rregullave të agjerimit. Allah shpërblet. Amin edhe ju. Shikues dhe miq të Radio Televizionit Pendimi. Ishim në pjesën e parë e trajtuam së bashku me Hoxhën Fadil Musliu temën dispozitat dhe rregullat e agjerimit. E ne do ta bëjmë një pauzë të shkurtër
Për të rikthyer më pas në pjesën e dytë, në pjesën e kontaktit të drejt për drejt në programin e sonshëm. Rrini me Radio Televizionin Pendimi, rikthehemi për pak çaste.